Sfida mes Napoli U20 dhe Sassuolo U20 ka dhuruar spektakël në Primavera. Napoli fitoi me rezultatin 5-2. Ishin dy sulmues shqiptar që shënuan 3 gola në total gjatë pjesës së parë. Gabriel Kulla me dopjet për Sassuolon, ndërsa Kevin Gorica realizoi golin që riktheu baraspeshën 2-2. Gorica realizoi një supergol me roveshat për Napolin U20, i huazuar nga Ascoli tashmë është në kuotën e 5 golave në Primavera. Kulla ndërkohë po bën mjaft mirë edhe pse Sassuolo po lufton për të mos rënë. Deri tani për të janë 10 gola të shënuar dhe 7 të asistuar në kampionat. Shifra këto që vijnë pas 28 javësh të luajtura. Kulla sapo ka mbushur 18 vjeç dhe është pjesë e Shqipërisë U19.